Moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka reaguar për herë të parë pasi publikoi videon emocionuese nga shtëpia e re ku tashmë jeton me bashkëshortin e saj, Luis Eli dhe vogëlushen e tyre të ëmbël, Luna Mari. Videoja që u shpërnda gjerësisht në rrjetet sociale, ku Kiara shfaqet për krah arkitektes që ka konceptuar ambientin, bëri menjëherë xhiron e internetit duke marrë komente të shumta pozitive për dizajnin, ngjyrat dhe detajet që e bëjnë shtëpinë të jetë të ngrohtë e të rehatshme. Në një koment të bërë nga një ndjekse, ku i shkruaj se shtëpia e mëparshme pranë liçenit artificial ishte një mrekulli më vete, Kiara vendosi të shpjegojë me shumë sinqeritet arsyet që e shtyn atë dhe Luizin të ndërronin vendbanim. Ajo u shpreh se shtëpia te liçeni kishte një stil ndryshe, por me kalimin e kohës nuk të jepte më atë ndjesinë e ngrohtësisë që duhet të ofrojë një shtëpi familjare. Përveç pjesës së verandës, e cila ishte padyshim e bukur, Kiara theksoi se sipërfaqja e brendshme ishte relativisht e vogël dhe zona nuk ishte as pak e favorshme për të ndërtuar rutinën e përditshme të një familjeje të re si e tyre. Nga ana tjetër, shtëpia e re është një oazë i qetë, komod dhe praktik, e pozicionuar në një zonë më të përshtatshme për projektet dhe angazhimet e përditshme që kanë, si për Kiaren ashtu edhe për Luizin. Ambienti i brendshëm është arreduar me shumë kujdes dhe dashuri dhe sipas ndjekësve reflekton plotësisht stilin e ngrohtë dhe të rafinuar që Kiara transmeton gjithmonë. Pamjet nga dhomat, kuzhina dhe sidomos balkoni i dekoruar me element të vegjël por domethënës, kanë bërë që fansat të ndihen të përfshirë emocionalisht me këtë hap të ri të çiftit të dashur për publikun. Videoja ku shfaqet edhe vetë Kiara duke përshkruar shtëpinë e tyre të re, me një buzëqeshje të madhe në fytyrë, është parë si një shenjë e qartë që ajo është vërtet e lumtur me këtë kapitull të ri në jetën e saj. Nuk kanë munguar komentet që e urojnë për këtë zgjedhje të re, duke i shprehur mbështetje për çdo hap që ndërmerr ajo dhe familja e saj. Sipas shumë ndjekësve, zgjedhja e një shtëpie nuk ka të bëjë vetëm me luksin apo pamjen, por mbi të gjitha me ndjenjën e rehatisë dhe të përmbushjes që të jep ambienti ku rritet një fëmijë dhe ndërtohet një jetë në çift. E padyshim, Kiara e ka treguar se gjithçka që bën, e bën me mendim, me ndjeshmëri dhe me shumë dashuri për familjen e saj. Shtëpia e re, sipas komenteve, është një pasqyrim perfekt i kësaj filozofie dhe një tjetër dëshmi e harmonisë që ka kjo familje.